Kryeministri Edi Rama doli në sy për herë të parë pas zgjedhjeve të 11 majit ku fitoi mandatin e 4 qeverisës dhe ju përgjigj live pyetjeve dhe komenteve të adresuara nga qytetarët në rrjetet sociale. Ju përshëndes të gjithëve, uroj të jeni mirë. Unë jam mirë. Jemi në një moment të mirë reflektimi. Kemi punuar dhe punojmë çdo ditë intensivisht për të projektuar në mënyrë tani më të detajuar në bazë të një kalendari hapash dhe punësh mandatin e 4, por ndërkohë ecim në mënyrë shumë intensive me negociatat. Fëmijët dhe rinia janë pikë kryesore e mandatit ton të 4, tha Rama. Gjithashtu ai foli për disa nga planet dhe organizimet më të rëndësishme në Tiranë. Shpresojmë dhe besojmë që së shpejti do të marrim lajmin e hapjes një tjetër grup kapitush dhe sipas ambicjes dhe planit të hapim pastaj dhe grup kapitullin e fundit në mënyrë që të kemi të gjithë grup kapitull të hapur.